Situata e përkeqësuar nga dalja e luminjve nga shtrati ka përfshirë edhe territorin e bashkisë Kuçov, ku përmbytjet kanë dëmtuar toka bujësore, stalla bagëtish, sera dhe plantacione. Në fshatrat Feras dhe Salskozar, shkarkimet nga hidrocentrali i Banjës dhe Moti i Keq kanë sjellë një situatë të rënduar për shumë familje në zonë. Në terren, qytetarët e para kanë qenë punonësit dhe drejtuesit e bashkisë Kuçov, përfshirë dhe kryebashkiakun Kreshnik Hajdari, i cili qëndroi para banorëve për të dhënë mbështetje dhe për të koordinuar ndërhyrjet. Punimet për rikëthimin e normalitetit vjojnë me intensitet me angazhimin e mjeteve dhe strukturave të bashkisë. Kjo e hënë nisi me shpërndarjen e ndihmave ushqimore për bagëtit pas tërheqjes së ujit në këtë zonë. Janë shpërndarë koncentrate në fermat me lopë dhe për familjet e prekura. Ndihmat synojnë të lehtësojnë situatën për blegtorët që kanë pësuar dëme. Nga dita e nesërme do të nisë regjistrimi i dëmeve dermëder në çdo familje të prekur. Kamera e televizionit Apollon ju vlerëtua zotit Hajdari për të vlerësuar reagimin e institucioneve vendore përballë situatës së krijuar nga përmbytjet në bashkinë Kuçov e çfarë masash konkrete janë marrë për të ndihmuar banorët e prekur. Duke u shprehur për televizionin Apollon, bashkia Kuçov do të vazhdojë të qëndrojë pranë qytetarëve në çdo hap, duke u ofruar ndihmën e nevojshme për përballimin e pasojave të kësaj fatkeqësie natyrore. Përpara se them për reagimin e institucionit, duhet të them që në këtë fundjavë, në këto 2-3 ditë e fundit, kemi kaluar një situatë shumë të vështirë si pasojë e përmbytjeve nga ujërat e dala nga lumi Devoll. Dhe këtu ku jemi në fshatin Feras, ku në fakt edhe janë bashkuar lumenjtë Devolli me Usumi dhe që bën që prurjet e lumit jenë shumë të mëdha. E vërteta është që prurjet e lumit Devoll këtë herë ishin më të mëdhat e para ndonjëherë, jo nga unë se jam nga moshë e re, por edhe nga burrat më të mëdhenj edhe të fshatit tu që i kanë përjetuar her pas here situata të afërta me këto, por prurjet ishin shumë më të mëdha dhe fshati Feras është nga fshatrat më të prekur të bashkisë Kuçovës. Ne kemi disa fshatra që janë prekur nga përmbytjet, duke filluar nga Frashëri, Gega, Ferasi dhe Salskozarja që ishin më të prekurat nga përmbytjet, por Ferasi dhe Salskozarja kishin një rrezikshmëri të madhe sepse bëhej fjalë për banesa, jo thjesht për toka dhe kultura bujësore të mbjella. Me thënë të vërtetën, reagimi i institucionit bashkisë në radhë të parë ka qenë i menjëhershëm që në fillim, përpara se këtu të dilte lumi dhe të bënte përmbytjen e tij, jo vetëm nga institucioni ynë, nga forcat të sjarfikse, nga forcat e ushtrisë, policia gjithashtu ka qenë në gatishmëri të plotë. Kemi bërë të mundur disa ndërhyrje përpara se të dilte lumi, qoftë nga thas me rër, qoftë me mjetet ekskavator të bënin të mundur depërtimin e ujit, frenimin e depërtimit të ujit në banesa apo në stallat e kafshëve, pavarësisht se lumi doli jashtë mase dhe rezultoi që një pjesë e këtyre nuk patën efektin që ne do të dëshironim, por që bën ndërhyrjen e duhur. Gjatë natës së parë, në fakt, kemi marrë me familje, sepse gjëja më kryesore ishte mbrojtja e jetëve të njerëzore, pastaj e kafshëve apo e tokave dhe kemi patur edhe evakuime të familjeve të ndryshme. Këtu për fat mirë vetëm një familje kemi evakuar që kishte nevojë për ndihmë, gjithë pjesa tjetër nuk arritëm ta mbronim. Por strukturat e shtetit duke filluar që nga bashkia dhe gjithë strukturat e tjera që unë i përmenda pak më përpara, besoj ishin në gatishmëri dhe jo thjesht në gatishmëri, por në veprim gjatë gjithë 48 orëve më të vështirë që kishim në këtë zonë. A ne doni që situatat tashmesh komplet kontrollin e institucioneve? Në rast se flasim për situatën e ujit, është pothuajse plotësisht, sepse uji është duke u tërhequr, ne jo e patë që jemi me mjetet tona duke vazhduar të punojmë për nxjerrjen e ujit nga zonat ku është përmbytur, por tani ndoshta fillon edhe pjesa
edhe pak më e vështirë që i takon institucionit bashkisë tani, sepse do na duhet të bëjmë vlerësimet e demeve të përmbytjeve, qoftë në kulturat bujësore, qoftë edhe në kafshët që mund të jenë dëmtuar ushqimet e tyre. Ne kemi filluar në fakt sot të shpërndajmë ushqim edhe për bagëtit. Është një ndihmë modeste nëse flasim vetëm për ditën e sotme, por që do të vazhdojmë edhe ditët e tjera të ndihmojmë fermerët për bagëtit, duke qenë se ushqimi që ata kishin të përgatitur për bagëtit mbyt edhe nuk është më i përdorshëm për bagëtit. Kryeplak i fshatit Ferrasit, njësia administrative Kozare Kuqov. Si shikoni situatën vjetor pas largimit të ujit në fshatin Ferras? Mas largimit të ujit sot që tani në moment që po flasim, ujit ka përfunduar pothuajse në 70% të fshatit po. Problem ngele parcelat, parcelat ku janë niveli i ulit i parcelat. Ne gjithatana ne përpjekim nëpërmjet bashkisë, nëpërmjet forcave të tjera që kanë ardhur këtu, që kemi bërë mundur të largimin të paktën nga fshati, që nuk kemi në përmbytje të shtëpive në fshat. Fshati Ferras ishte një nga fshatat më të përmbytur pas me çiftlinë. Po. A e ndjek dorën e shtetit këtë radhë? Shumë fare, e ndjejmë. Dorën e shtetit e ndjejmë shumë. A ishte shteti maksimale? Me natë ditë bashkia këtu me në krye pavarësi se i ka detyrën e tij që Krishtin Kajdari po, natë ditë kemi qenë pranë familjeve.